Mendo për një moment, çfarë keti sot në jetën tënde që dikush tjetër do lutej ta kishte? Sepse na ndodh shpesh herë. Zgjohemi në mëngjes dhe mendja jon shkon menjëherë tek ajo që na mungon. Nuk kam aq para sa dua, nuk jam aty ku doja të isha, nuk e kapa dot atë mundësi që më dha, njerëzit nuk më kuptojnë, nuk më vlerësojnë, por njerëzit e lumtur bëjnë diçka ndryshe nga kjo. Edhe ata kanë mungesa, siç ke ti që po mërzitesh. Por ata zgjedhin të mos e vendosin atë në qendër të jetës së tyre. Sepse aty ku ti fokusohesh, aty të shkon dhe jeta. Lumturia nuk varet nga rrethanat. Lumturia varet nga këndvështrimi yt. Një fjalë e urtë popullore thot: nuk është i pasur ai që ka shumë, por ai që i mjafton ajo që ka. Një njeri mund të ketë shtëpi, familje, shëndet, miq plot dhe prap të ndihet bosh. Kurse dikush tjetër mund të ketë shumë më pak nga ky, por të ndihet i bekuar. Ku është dallimi këtu? Është tek fokusimi që ka secili prej tyre. Nëse ti çdo ditë numëron atë që ty të mungon, do ndihesh gjithmonë në deficit. Por nëse çdo ditë ti numëron atë që ti ke, ti do ndihesh gjithmonë në bollëk. Po ju them një shembull. 2 fermer kishin nga një cop top. Njëri kishte pak më shumë dhe tjetri më pak. Ai që kishte më shumë i pari ankohej çdo ditë. Pse nuk arrita të kem një çik tokë më të madhe? Edhe pse e kam më të madhe, ai i dyti sikur ka më shumë prodhim. Shis po bie sa duhet. Dhe unë shikoj që kjo komshiu ka më shumë jeshillik. Kurse i dyti thoshte: faleminderit o Zot për tokën që kam, duhet të punoj më shumë që të kem pak më shumë prodhim. Kaluan vitet dhe personi i dytë kishte bërë mrekulli me atë pak tokë që kishte. Kurse personi i parë kishte mbetur duke krahasuar me të dytin. Një fjalë e urtë popullore thot: ara e komshiut duket gjithmonë më e gjelbër. Pse? Sepse ara e komshiut u jitet me punën e tij, ai punon më shumë se sa i pari. Lumturia nuk rritet kur ne krahasojmë veten tonë me të tjerët. Ajo rritet kur ne jemi mirënjohës. Nëse mendon se që t'jesh i lumtur, unë do jemi lumtur vetëm kur të fitoj shumë, vetëm kur të kem bler shtëpinë, vetëm kur unë t'jem dobësuar, vetëm kur të tjerët të më duan ashtu si unë dua. Do jetosh gjithmonë duke pritur. Sepse mendja gjithmonë do gjej diçka tjetër që do t'i mungoj. Një fjalë e urtë popullore thot: ai që nuk kënaqet me pak, nuk do kënaqet as me shumë. Po ta mendojmë thellë, një nën punon tërë ditën, nuk ka luks, nuk ka pushime egzotike, por kur fëmia i saj e përqafon dhe i thot të dua, ajo ndihet e pasur dhe ndihet sikur ka gjithë botën. Pse? Sepse ajo fokusohet tek dashuria. Ndërsa dikush tjetër që ka gjithçka materiale, ai mund të ndihet bosh sepse fokusohet tek ajo që i mungon. Mendja jonë është si puna e atij xhamit zmadhues. Nëse ne shikojmë probleme, problemet do zmadhohen dhe do bëhen të pakapërcyeshme. Por nëse shikojmë bekimet, ato do zmadhohen dhe do bëhen dritë.
Nuk po them tani që ti ignorojmë vështirësitë që do kalojmë në jetë, por të mos lejojmë që këto vështirësi të na marrin të gjithë fokusimin tonë, gjithë horizontin. Edhe nata është e errët. Por ka hyje, ama duhet të zgjedhësh të ngresh kokën që ti shikosh këto hyje. Një fjalë e urtë popullore thot: dita e mirë duket që në mëngjes. Çdo mëngjes, nëse ti e pyet veten, kam shëndet? Kam ajër për të marrë frymë? Kam. Atëherë kam një shans tjetër dhe sot. Pra, dita jote në këtë mënyrë është dhuratë. Sa më shumë që ti ta ushqish lumturinë tënde me mirënjohje, aq më e fortë bëhet lumturia jote. Sa më shumë ta ushqish atë me ankesa, aq më e dobët është lumturia jote. Zemra mësohet me atë që ti I jep çdo ditë. Mendo, ka njerëz që do donin ta kishin atë familjen tënde. Ka njerëz që do donin të kishin shëndetin tënd. Ka njerëz që do donin të kishin mundësitë që t'janë dhënë ty, që ti I quan ato të zakonshme. Pra, të mos shohim vetëm boshllëkun. Ndërkohë që jeta po na kalon, dhe një ditë ne mund të zgjohemi dhe të kuptojmë që ato që ne kishim ishin një mrekulli, por ne nuk I shifshim. Mos e kupto pra vlerën e diçkaje vetëm atëherë kur ti ta humbasësh. Njerëzit e palumtur fokusohen tek ajo që u mungon, kurse njerëzit e lumtur fokusohen në atë që ato kanë. Lumturia, pra, nuk është një tipar, por është një disiplinë mendore. Është një zgjedhje e përditshme. Mos bëj pra listën e asaj që ti nuk ke, por bëj listën e asaj që ti ke. Shkruaj 5 gjëra. Vetëm 5. Dhe gjej ndryshimin. Sepse aty ku ka mirënjohje, aty ka paqe. Dhe aty ku ka paqe ka dritë. Dhe ku ka dritë ka lumturi. Janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën. Mos prit pra që jeta të ndryshojë që ti t'jesh I lumtur. Ndryshoje ti fokusin. Dhe jeta do të duket ndryshe, do të duket më e bukur. Zgjidh pra të shohësh bekimet. Zgjidh ta falenderosh Zotin. Zgjidh të jetosh me ato që ke. Lumturia është ajo që ti ke tashmë. Sigurisht, nëse ti zgjedh ta shikosh me atë sy.